Përshëndetje, rishjemi në këtë episod të radhës të podcastit Vox Politics me mua Edlira Çepanin dhe Aurora Sulçen. Përshëndetje Edlira. Ju përshëndesim dhe sot kemi një episod interesant me një nga politikanet shumë interesante të Parlamentit Shqiptar, e cila vjen nga një eksperiencë e gjatë në shoqërinë civile, ashtu edhe në pushtetin ekzekutiv, dhe sot është një nga deputetet më të zëshme të Parlamentit, por gjithashtu edhe një nga deputetet e cila është angazhuar më së shumti me vajzat dhe gratë e barazinë gjinore brenda dhe jashtë Parlamentit, dhe kam një kënaqësi shumë të veçantë që të kemi këtu zonjën Etilda Gjonaj. Faleminderit shumë për ftesën edhe shumë suksese për këtë format shumë interesant. Kënaqësi që të kemi. Kënaqësia është e jona dhe në fakt Etildë, një nga gjërat që ne diskutojmë shumë shpesh së bashku, edhe në kuadër të bisedave që bëjmë lidhje me Aleancën e Grave Deputete, po edhe biseda me gratë në politikën në përgjithësi, është aksesi i munguar në media dhe një pjesë e vështirë që vajzat kanë edhe gratë në politikë kanë për të patur akses në median tradicionale, por shpeshherë edhe në kanalet e ndryshme të komunikimit, dhe pikërisht prandaj ky ishte një nga arsyet kryesore për të cilat ne ndërmorëm këtë format, një podcast i cili është po aq i thjeshtë sa edhe politik, për t'i dhënë vajzat dhe grave në politik një zë pak më ndryshe. Unë jam shumë entuziaste në fakt kur shikoj veçanërisht gratë nga shoqëria civile, gra gazetare, që hapin podcastet e tyre me tematikat ndryshme sociale, jo vetëm thjesht për çështjet e grave, po për çështjet sociale, për çështje ekonomike, që Aurora po më shpjegonte pak më parë për podcastin e saj. Sepse besoj që kemi nevojë vetëm thjesht shikojmë atë politikën mbase herë dhe tash për që shikojmë në sallën e parlamentit, po të shikojmë edhe një anë tjetër, në fakt që shoqëria ka shumë nevojë. Në fakt, Etilda, ky podcast ka shërbyer edhe si një formë për të njohur gratë dhe vajzat të cilat janë në politikë tashmë, edhe ato të cilat duan të bëhen pjesë e politikës, sepse Edlira në aktivitetin e saj me rrjetin e grave barazinë vendimmarrje i takon shpesh. Shumë nga ato edhe në trajnime apo në konferenca edhe i ka bërë pjesë të sfidave dhe të diskutimeve dhe të rrugtimit. Por ata të cilët i shohin nga ekrani, shpesh i shohin vetëm në atë qasjen e ashpër që ti përmende, në atë foltorët parlamentit apo në sallën e komisionit parlamentar. Pak njohin për rrugtimin e tyre deri aty, pak njohin për sakrificën, pak njohin për kauzat që kanë mbështetur, apo modelin apo apelin që duan t'i japin, sepse në finale nuk është e lehtë. Një rrugtim i tillë edhe për t'ia dalë mban nuk është i lehtë në asnjë sfidë, aq më tepër në politikë që jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën është domeni i burrave. Kjo është gjë vërtet, po ne zakonisht e nisim podcastin e Tildë me këtë 30 sekondë në prezantimit në ashensor, që kemi një nga metodat në fakt që e përdorim edhe si pjesë e trajnimeve dhe gjithë atyre përgatitjes rritjes kapaciteteve në për instanca të ndryshme, dhe në 30 sekonda në ashensor, kush është Etilda Gjonaj? Vështirë, Shumë e vështirë të flasësh për veten. Shumë e vështirë, aq më tepër me këtë shumë interesant fakti në ashensor, sepse në ashensor mund bjerë kushdo. Unë jam Etilda Gjonaj, jam juriste, jam diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, jam nënë e një djali adoleshent, jetoj në Tiranë, jam një ndër ligjvënësit e Parlamentit Shqiptar, pjesë e Partisë Socialiste dhe krenare në fakt që i përkas Partisë Socialiste. Si ka qenë rrugtimi? Si e gjendur ti në politika, apo të ka gjendur ty politika? Të ka gjetur? Unë besoj, Aurora, se më ka gjetur politika. Do më thonë, unë kam qenë ndër njerëzit, edhe kur bisedoj me tim shoq, më thotë mua, çudi e madhe që ti je përfshirë në politikë, sepse nuk e ke ndjekur më përpara. Dhe në fakt, unë kam qenë shumë e dhënë mbas asaj që kam menduar që i shërbej më mirë që kanë qenë të drejtat e njerëzit. Edhe në fakultet, ishim shumë pak student fakultet drejtësisë që ndiqnim atëherë shkollën. Ishte i vetmi fakultet drejtësisë, nuk kishim as private, as part-time, ku diun. Dhe të gjithë thurni ëndra për të bërë gjyqtar, për të bërë prokuror, dhe kur unë mendoja, avokate nuk doja të bësha, nuk e di pse, por doja të isha një aktiviste drejtave të njerëzit. Dhe në atë kohë pak organizata ndërkombëtare ishin në Shqipëri,
mbaj mend ka qenë Abaceli ose BE-ja, dhe i shikoja me një admirim në fakt që sikur të isha pjesë e saj. Patjetër ishte edhe atraksioni një gjëje ndryshe në vitet 2000 të asaj çfarë mund të bënim secili nga ne. Dhe në fakt fati më ndoqe ose ndoqa unë, nuk di të them, duke aplikuar në organizata shoqërisë civile, në atë kohë ishte Komiteti Shqiptar i Helsinkit, ku edhe lidhja me Vasilika Hysin, e cila drejtonte organizatën, por ishte edhe pedagoge e imja. Edhe imja gjithashtu. Më ndishte, ka qenë pedagoge shumë në fakt. Një të pedagoget që vërtet jo vetëm thjesht fakultetin e drejtësisë, por edhe si politikane kishte një rol të jashtëzakonshëm, edhe dha një shembull ndryshe nga ajo çfarë ne ishim mësuar me gratë në politikë. Aplikova te Komiteti i Helsinkit ndërkohë që isha akoma studente. Kisha bërë disa eksperjenca në studi avokatie, por nuk është se kisha një atraksion të veçantë. Dhe kjo ishte një gjë që më dukej një gjë e jashtëzakonshme. Në atë kohë mbaj mend që kanë qenë në bordin e drejtues njerëz dhe emra të spikatur të shkencave juridike si Arben Puto, Njazi Jaho, pedagog të fakulteteve të ndryshme të filologjisë, të shkencave sociale, të historisë, Kristof Rashëri, domethënë kanë qenë emra të jashtëzakonshëm në fakt, dhe unë shikoja me admirim, dhe mezi prisja në fillimet e mia mbaj mend që të përpiloja ajo deklarata që nxirrte Komiteti i Helsinkit për ngjarje të ndryshme, dhe të kisha mundësinë ta hidhja unë, ta shkruaja unë në ato momentet e parë apo periudhën e parë. Dhe vërtet ka qenë një fushë cilën unë e kam bërë gjithmonë me shumë kënaqësi. Pastaj politika them që më gjeti rrugës dhe nuk di nëse unë në mënyrë të fshehtë ndaj vetes e kisha dëshirë apo jo, por besoj që dëshira ime ishte që të kisha një fuqi apo e thënë fjalën pushtet, në kuptimin më të mirë të fjalës, për të bërë disa gjëra të mira për pjesën e të drejtave të njerëzit. Dhe duke parë shumë kur je në organizata shoqërisë civile, unë e kam praktikuar edhe avokatin falas për situata ligjore strategjike, që mund bënim ndryshime ligjore etj. Me radhë, dhe kuptoja sa e vështirë ishte që një ndryshim ligjor që ti sugjeroje si organizatë shoqërisë civile ti shkonte ligjvendësit në dorë, një ministri që ishte në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe besoj që kjo deri diku mund të ketë ndikuar më pas, por në asnjë mënyrë e kërkuar nga unë kështu drejt për drejt. Shumë interesante. Eksperienca e parë është në pushtetin ekzekutiv në fakt, apo jo? Eksperienca e parë, nëse marrim si nga fillimet e mia, nëse flasim për administratë, unë kam qenë edhe mbas 12 vjetëve në Komitetin Shqiptar të Helsinkit, edhe me shumë organizata që kisha mundësi të bashkëpunoja, u zgjodha si komisioner avokati i popullit. Okej. Po prap tek fusha të drejtave të njerëzit. Te kauzat. Te kauzat. Më ndodhi që në atë periudhë që unë isha komisioner avokati i popullit, sapo filloi të ideoj dhe hartoj reformën drejtësi, unë angazhova si një ndër ekspertët që aplikova vetë në fakt. Dhe besoj që ajo ishte momenti kur jo vetëm isha marrë me aq sa mund të merresh në shoqëri civile, të monitoroj sistemin e drejtësisë, monitoroj se si administroj, se si qeverisej. Dhe kjo ishte një gjë në fakt që unë e kisha vërtet shumë dëshirë. Dhe gjithë pjesa e angazhimit si ekspertë të reforma në drejtësi ishte momenti që më hodhi pastaj në politik duke u propozuar që të isha një zëvendës ministre drejtësie, që edhe për mua ishte po gjithashtu surprizë ky propozim. Megjithatë, performanca ishte shumë e mirë derisa më pas u kalua edhe tek pjesa e pushtetit legislativ apo jo? Po, unë besoj që për te vështirësive që veçanërisht një grua, po çdo njeri në pozicione të tilla, shumë sfiduese, dhe të periudhës në fakt që qelloi periudhë sfiduese se ishte zbatimi i reformës në drejtësi. Janë periudha shumë të bukura, por e periudha të vështira, por periudha që të rrisin në fakt, sepse ti mëson shumë gjëra të cilat mbase nuk i kishe menduar ndonjëherë, që nga marrëdhëniet njerëzore, që nga situatat politike, dhe duke menduar që unë isha një njeri komplet jashtë politikës.
që nuk e kuptoja politikën si funksiononte në vetvete, kisha armë të fortë, mund të them, pjesën profesionale, dhe kjo më ka ndihmuar, kur them pjesën profesionale, të fushës cilën mbuloja. Meqense me sistemin e burgjeve isha marrë shpesh dhe shumë në Komiteti Shqiptar të Helsinkit. Reforma ndërsi ishte ajo me cilën unë fillova të punoj. Besoj që kjo ishte një gjë që më dha mundësinë që të arrija ta mbyllja me sukses dhe pa patur problematika, sepse janë institucione të vështira. Sa arrin kur je në pushtet, qoftë edhe në nivel ministri, që të mbrosh kauzat e tua, dhe sa ti ke arritur që të thuash që deri diku ja dola, jam e plotësuar në atë synim që unë kisha kur isha studente edhe në atë mision që mua më frymëzoi për të ecur përpara. Sa ja del? Unë besoj që pavarësisht të çfarë janë prioritetet e një qeverisje, se jo gjithmonë përputhen edhe me prioritetet të asaj çfarë ti ke menduar që mund të jenë edhe në shumë nivel mikro. Nëse e ke dëshirën dhe ke vendosmërinë për të realizon. Një ndër gjërat që për shembull kam pasur si synim, si kauzë, që vinte që nga pjesa e shoqërisë civile, ishte ndihma ligjore falas. Është e vërtetë që skema e ndihmës ligjore falas ndryshoi në pjesën e paketës reformës në drejtësi. Por mua më desh të ngrej komplet një sistem të ri kur isha ministre. Dhe e gjithë qasja për të patur mundësinë që të gjithë qytetarët që s'kishin mundësi, grupet vulnerabël të kishin mundësi të merrnin shërbimin ligjor falas, jo vetëm çështje penale, por në civile, administrative, më krijoi mundësinë që ta çoja përpara këtë kauzë. Dhe sot, edhe në ndjeshmërinë dhe informacionin që kam unë, ai vërtet është shërbim që ka nevojë si çdo shërbim tjetër, veçanërisht kur lidhet me pjesën e buxhetit financiar, por është një shërbim që funksionon. Dhe duke funksionuar, ti kupton që ajo kauzë që në fakt ti e trajtove, ideove që në fillim, vazhdon të jetë aty. Dhe ka dhe shumë gjëra tjera të cilat mund të jenë shumë të vogla, por në fakt kanë një impakt shumë pozitiv. Mbaj mend atëherë kur diskutohej në fakt për herë të parë nga Banka Botërore, që pse të drejtat e pronës nuk janë njësoj si për gratë dhe burrat. U desh që në fakt të thelloheshim në një analizë që ku ishte problematika. Dhe problematika ishte tek certifikatat e pronësisë në pas procesit të legalizimit. Dhe në atë kohë unë nxora një udhëzim ku pavarësisht se kishte aplikuar bashkëshorti për procesin e legalizimit, certifikata e pronësisë të dilte në emrin e të dyve. Dhe kjo në fakt ishte një gjë e vogël që jam e bindur që pjesa më e madhe që nuk ka patur të bëjë me këtë proces, nuk ka fare informacion, po janë aspektet vogla që të ndihmojnë ty në atë kauzë. Automatikisht bëre pronare një pjesë të grave të cilat kanë legalizuar shtëpinë. Kjo është gjë shumë e madhe. Kjo është gjë shumë e madhe, janë këto gjërat e vogla me cilat të vogla të mëdha me cilat politika mund të ndryshojë jetën e njerëzve. Edhe në fakt një nga ndryshimet e mëdha do të thoya që është bërë këto vite në politikën shqiptare është që kanë patur akses shumë më tepër vajza dhe gra për të hyrë në politikë dhe për qenë sot pjesë e parlamentit. Dhe ti je nënkryetare e Aleancës së Grave Deputete të Parlamentit Shqiptar, e cila në fakt e rikrijuar pas shumë vitesh në 3 mandatet e fundit, ka patur një synim edhe një kauzë për të bashkuar gratë dhe vajzat për te partive politike për kauzat të përbashkëta. Dhe shpeshherë dëgjojmë që politika nuk bashkëpunon, gratë luftojnë njëra tjetrën, nuk bëhet parlamenti se luftojnë gjithë njëri tjetrin. Si ka ecur aleanca, dhe cilat kanë qenë disa nga arritjet e aleancës në vetvete, çfarë ka mundur të bëjë? Në fakt, Aleanca e Grave Deputete është një ndër organizmat apo mekanizmat vullnetar që unë them do duhet të vazhdoj sado ne themi që po politika ka më shumë gra sot, institucionet apo pozicionet e larta në institucione të ndryshme kanë më shumë gra në udhëheqje, ashtu siç ka dhe shumë gra në qeveri, por është një aleancë që i shërben jo vetëm thjesht grave në politik, po i shërben grave kudo, në çdo aspekt të jetës. Dhe ka patur një
element në fakt shumë të rëndësishëm dhe është e vërtetë që gjithë qëllimi i aleancës është të bashkojë gratë përtej përkatësive politike, përtej përkatësive të grupeve parlamentare. Për kauzat përbashkëta. Mua më qelloi që momentin që kolegët e mia deputetet, Parti Socialiste më vot besuan për të qenë përfaqësuesja e tyre në këtë aleancë, vetë Partia Demokratike kishte ato problematikat e veta dhe nuk arritëm dot që përtej dëshirës që të ishin bashk, të dilnim pa patur këtë ndasi edhe midis grave të një grupimi politik. Ka qenë shumë e vështirë vitet e para, pasi të paktën unë kam besuar, nuk them idealisht, por kam besuar që kur gratë mblidhen për kauzat përbashkëta, arrin t'ja dalin ban. Dhe një gjë e vërtetoi, në këtë aspekt e vërtetoi mjaft mirë edhe një iniciativë e fundit që ne morëm, lidhur me kuotat gjinore, që padyshim ishte një angazhim jo thjesht i grave të aleancës apo grave të deputete, po ishte një angazhim i gjithë grave apo aktorëve të shoqërisë civile që merren me barazin gjinore, ku Edlira padyshim ti ke qenë një ndër aktorët kryesor, edhe me Unë vura alarmin. edhe me pjesën personale, po edhe me angazhimin personal, por dhe padyshim edhe angazhimin e gjithë aktorëve të tjerë. Dhe aty e pam që në një moment të caktuar, gratë deputete, mbasi qelloi momenti, nuk di të them, por gratë deputete u bashkuan bashkë dhe pavarësisht se iniciativën si propozim formal ligjor e depozitova unë, aty u bashkuan të gjitha gratë deputete, padyshim kishim edhe burrat të cilët ishin dakord me pjesën e kuotës gjinore apo ndryshimin e kuotës gjinore. Kemi pasur mundësi që kemi disa kauza që kemi dashur t'i çojmë përpara, siç ka qenë ajo e dhunës kibernetike ndaj grave apo dhunës online, ku ashtu si ti edhe Aurora keni qenë pjesë e gjithë proceseve që ne kemi kryer edhe të diskutimit dhe të konsultimit, por edhe të një informimi që i kemi bërë të gjithë aktorëve. Mua në këtë pjesë më ka ndihmuar pak edhe fakti i të qenurit në rolin e raporteres përgjithshme për dhunën ndaj grave të Këshillit të Evropës, dhe kjo e ka bërë që të marrë edhe një dimension ndërkombëtar edhe përveç pjesës shqiptare. Pavarësisht se ajo iniciativë ende s'ka përfunduar për të finalizuar me një miratim të projektligjit, paketës ligjore, por besoj në momentin që ne do rikthehemi përsëri në parlament mbas zgjedhjeve do jetë avancimi i asaj pakete, sepse do doja që të paktën në këto 4 vjet të këtij mandati që pata si pjesë e parlamentit shqiptar, këtë ta kishin finalizuar. Po në fakt është edhe aktualitet shumë i rëndësishëm. Është një ndër gjërat cilat padyshim që prek të gjitha gratë dhe vajzat, pavarësisht statusit, pavarësisht pozicionit, pavarësisht nëse jetojnë në qytet apo jetojnë në fshat, dhe mbrojtja pastaj bëhet shumë e vështirë, sepse aty ekrani apo të telefonit apo ekranit të një PC apo të një laptopi askush nuk e di se kush është, kështu që minimalja të japin këtë mbrojtje ligjore. Dhuna kibernetike në fakt ka qenë një ndër, ose vazhdon të jetë një ndër fenomenet e reja, por ndërkohë një plagë shumë e madhe për vetë faktin që ne jemi mësuar me dhunën klasike ndaj grave dhe vajzave, por këtu është eksaktësisht ekrani dhe ti nuk kupton kush është autori, dhe aq më tepër që ne kemi një problematik sot edhe me pjesën e atyre që konsiderohen portale apo media online, që një pjesë mund të jenë dhe të paregjistruar, mund të kenë problematika që ti nuk identifikon dot, organet ligjvatuese kanë më të vështirë. Dhe ndërkohë kemi pasur raste të cilat kanë përfunduar në pasoja fatale në humbjen e jetëve të grave, të cilat kanë marrë këtë vendim duke pasur një ndikim të jashtëzakonshëm nga terreni, nga ambienti ku jetojnë për shkak të këtyre shantazheve. Por dhe ne si politikane nuk jemi imune, as gazetarët, as aktorët e shoqërisë civile, sepse secila nga ne kupton, veçanërisht kur i ke fëmijët edhe në një moshë që fillojnë të përdorin celularët, dhe kupton që mund të jenë të bien në kontakt me të, dhe i krijon gjithashtu një trysni psikologjike dhe për atë çfarë në fakt lexojnë, pavarësisht se
e kuptueshme është që kjo nuk krijon thjesht një viktim, po them, vetëm gruan dhe cila atakohet, por edhe në të gjithë pjesën e familjes. Në fakt, tek pjesa, kjo na rezulton gjithmonë tek pjesa e sfidave. Domethënë, sa herë na pyesim gratë dhe vajzat në politik përmes barometrit gjinor të partive politike, por shumë nismave të tjera, sa herë që pyesim, pjesa e dhunës, jo vetëm kibernetike, po e dhunës me bazë gjinore politik na rezulton se një nga sfidat. Një sfidë tjetër që rezulton shumë e lartë është ajo që ne kemi diskutuar shpesh, aksesin financat politike. Një sfidë tjetër ka lidhje edhe me meritokracinë brenda partive politike, me demokracinë e brendshme. Vjen si pyetje natyrale. 2 momente ka njeriu në një karrierë. Një moment që thot, kjo ishte arritja ime, ky është momenti për cilin unë jam futur kësaj pune, dhe një moment tjetër në cilin thot, kush dreqin më bëri që ti futesh kësaj pune. Cilat janë këto 2 momente për Etildën? Edhe gjatë ditës mund të kesh të dyja bashkë, luftojnë atë gjithkohon, po. Do të thënë humori është një lart, një poshtë. Ka momente specifike, domethënë një ndër sakrificat më të mëdha edhe që bëhet është pikërisht kjo lufta me veten që e bëj se bëj, dhe politika në fakt veçanërisht në Shqipëri, po edhe globalisht, ka në këto momentet e sfidave me veten, sepse ti sakrifikon dhe gjëra që nuk do doje, ti sakrifikoje. Për mua, gjën që them, okay, po pse duhet unë të bëj gjithë të sakrificë është familja. Pra nëse, veçanërisht djali, veçanërisht nëse kjo ka ndikim, diçka që secili nga ne bën, mund të marri, mund të ketë intimidime në forma të ndryshme, dhe veçanërisht pozicionin e ministrit drejtësisë, kur të paktën unë kam pasur momentet që kam vendosur disa masa që kanë qenë goxha të forta në sistemin penitenciar. Ajo më ka dhënë një ndikim edhe tek djali, tek familja, e cila në fakt vërtet ka menduar po pse duhet, sepse familja është ajo që më shtrenjtë që mua më dhe më shumë. Kanë kaluar për presionet në një farë mënyrë edhe tek familja. Kjo është e padiskutueshme, presioni është i përditshëm, por ka pasur momentet kyçe që ka arritur maksimumin e asaj që të ka bërë që okay, pse duhet. Pse duhet familja të mbaj baltën që të tjerët hedhin për ty, pse duhen prindrit e tu të shohin edhe të lexojnë komentet dhe të shikojnë, e ke parë ti këtë Etilda, se ndërkohë kanë shkruar kështu, sepse mbase nuk kuptojnë dhe këtë realitetin virtual i cili në fakt nuk është ashtu siç duket. Pikërisht. Dhe thua, okay, ignoroj. Mirë po, prindrit nuk mund të ignorojnë. Nëse bashkëshortit kupton djali mbase në moshën ende nuk e ka ata aksesin e plot për të parë gjithçka, prindrit nuk e ignorojnë dot. Dhe kjo është gjë që mua në fakt më ka mërzitur më shumë në rastet caktuar edhe gjatë pozicionit të ministres, kur më ka prekur më shumë se ç'duhet familjarët e mi. Dhe ky ka qenë momenti i dyshimit. Pastaj momente të asaj që ti mendon që po, ja vlen thjesht, sepse në fundit vendos një gur sa do të vogël në atë murin e madh të asaj gjës që ti do të bëhet Shqipëria. Po këtë e them me sinqeritetin më të madh, nuk e them thjesht se i kemi këto mikrofona tu përpara dhe do duhet të shprehemi, por e mendoj vërtet, sepse jam e bindur që ashtu si unë edhe ju apo dhe shumë të rinj të tjerë kanë pasur mundësinë të largohen nga Shqipëria për studime, mbase për ndërtuar jetën atje, unë e kam zgjedhur ta ndërtoj jetën këtu. Dhe përsa kohë që e kam zgjedhur ta ndërtoj jetën këtu, të doja që edhe djali im ta ndërtonte po jetën prapë këtu. Dhe do doja shumë që e ardhmja e tij të ishte shumë herë më e mirë se imja, dhe kur them e ti e gjithë brezave që vinë. Dhe kur shikoj momentet caktuara që ja dal edhe në gjëra të vogla, me pushtetin, sepse pushteti në fundit është një mjet, dhe kur ti e përdor për qëllime të mira, atëherë ke arritur qëllimit si politikan. Dhe kur shikoj që ka gjëra të mira që avancojnë, edhe thua po, ja vlen çdo ditë në fakt. Përtej atyre momenteve që secili nga ne në punën toni i kemi si. Në një nga aktivitetet e fundit që ne kemi bërë bashk, patëm një diskutim edhe me gratë deputete. Dhe ishte shumë interesante. Filluam të bënim pyetjen njëra tjetrës. A është dhuna e koste të bërit politik? Dhe disa prej tyre në fakt ishin dakord. A është dhuna e koste të bërit politik?
Apo nuk duhet ta pranojmë si një kosto dhe duhet ta luftojmë gjatë gjithë kohës? Unë nuk besoj që ne duhet pranojmë që dhuna të jetë një kosto. Sepse unë besoj që ne kemi nevojë padyshim për modele të mira, por modeli mirë nuk duhet vi patjetër me një hero. Dhe nuk do doja që të thoshim që po, dhuna është një kosto për politikën, apo të bërit politikë veçanërisht për gratë. Padyshim, secili nga ne lufton me të gjitha mjetet që ka që vetë shoqëria, mentaliteti të ndryshojë edhe për të pranuar më shumë gratë në politikë dhe për të mos ushtruar ato luftën nën brez, ato goditjet nën brez, veçanërisht për gratë. Besoj që gjithsesi nuk do t'ishte as e udhës që ne të pranonim që po, pavarësisht kësaj dhune, ja vlejti sepse unë arrita të fitoj një të drejtë për gjithë gratë. Sepse mendoj që më shumë se sa pjesën negative, ne do duhet të advokojmë fort për mesazhet pozitive. Më ndodhte dhe më qenë se së fundmi po merrem pak me pjesën e antikorrupsionit, më ndodhte kur isha koordinator kombëtar antikorrupsion, dhe ndërkohë kishim një task force e cila operonte me gjithë hetimet administrative për gjithë rastet e abuzimit me detyrën apo raste korrupsioni në administratë publike. Dhe në fakt ajo që po ndodhte ishte që masat ndaj rasteve të korrupsionit po rriteshin edhe në hetime administrative. Dhe gjëja që nuk më shkonte ishte që në fakt kurba e perceptimit të korrupsionit nga qytetarët nuk shkonte në një vit të drejtë me masat, por shkonte në rritje të perceptimit që po, këtu ka korrupsion. Dhe sa më shumë masa që... Sa më shumë zbuloi korrupsioni, aq më shumë rritej perceptim. Dhe ndërkohë, në atë kohë ne kishim një ekspertizë ndërkombëtare dhe më sugjeroi se në fakt në vend të mesazhit që po kemi goditur kaq raste për korrupsion, kemi hetuar kaq raste, kemi çuar kaq raste në prokurori për korrupsion, do të ishte mirë që të fillonim mesazhe pozitive. Se si ndërtohet shoqëria me integritet. Dhe mund të duket momentin e parë pa pranueshme, thotë okej, po shoqëria me integritet e parë do të fillojë nga politikanët, e dyta e korrupsioni. Por na duhet që ta përçojmë në fakt gjithë frymën tonë tek mesazhet pozitive edhe për të mirë të shoqërisë. Kështu që edhe në rastin konkret, unë besoj që edhe në këtë rast vlen që ne duhet shkojmë me mesazhe pozitive dhe mos kemi vetëm këto naming and shaming, po kemi dhe naming and thaming. Ne kemi shumë pak raste, Aurora më fal, ku kemi gra modele në mjekësi, në mësuesi, në çdo lloj në teknologji, që të nxjerrim si modele të mira dhe themi ja ku është modeli i mirë. Jemi më shumë të prirur të kuptojmë dhe të gjejmë një model negativ, pa integritet, apo të korruptuar, se sa një model të mirë. Bën më shumë buja i parë, është interesant. Lajmi i keq është lajmi i mirë, themi në gazetari. Etilda, kush është një model i mirë në politikë? Ja, me që... Për mua... Ose pyetja tipike, kush të frymëzon në politikë? Unë besoj që çdo grua në politikë, por jo vetëm, është një formë frymëzimi. Dhe në këtë frymëzim, ti gjen veten pjesës të çdo gruaje që është në politikë. Diku ku shikon një karakter të fortë, thua po, e kam dhe unë një pjesës. Ku shikon një grua në politikë empatike, e thua po, e kam dhe unë këtë pjesë. Megjithatë, unë do preferoja që të thoja, në gra në politikë ka shumë, por do preferoja të thoja që ka pasur gra në politikë, cilat unë fakti kam parë si modele dhe gra frymëzuese, siç është Valentina Leskaj, Vasilika Hysi, që ka qenë dhe një ndër mentoret e mia kryesore edhe në fakultete dhe në shoqëri civile. Të cilën e përshëndesim. Tina Gjermeni, gratë të cilat kanë qenë qytetare dhe kanë trajtuar pjesën e politikës edhe me feminilitet, por edhe me ato çfarë është forcia e gruas në argumenta dhe jo në ngritje zëri. I përshëndesim gjitha se realisht kanë dhënë një kontribut
të madh në kora të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Edhe në krijimin e modeleve. Vajzave dhe Edhe në krijimin e modeleve të caktuara brenda llojit të tyre apo fushës së tyre të ekspertizës. Ne kemi pak më të lehtë sot si gra politik, sepse ka shumë gra. Ato kanë pasur një vështirësi më të madhe, sepse kanë qenë dhe më pak vetë. Dhe shpesh herë përshtatja e tyre do duhej të ishte në atë mjedis fare burrëror, ndërkohë që kanë ruajtur në fakt vlerat edhe kanë luftuar për të pasur më shumë gra në politikë. Frymëzon sot politika? Gra dhe vajza të reja dhe të rinj tërësisht. Është sot burim frymëzimi, siç ka qenë për ty që lidhe me kauzat e tua, a e shohin të tillë të rinj sepse ti je në kontakt me komunitetin, në kontakt me vajza dhe gra, me të rinj përgjithsisht, ke qenë edhe në shumë takime me diasporën jashtë javët e fundit. Si mendon, është ky perceptimi që nëpërmjet politikës ne të bëjmë gjëra të mira? Unë besoj që kur njerëzit ndjekin vetëm seancën plenare, politika nuk është as pak frymëzuese. Sepse për fat keq gjuha herë ashpër, gjuhë urrejtje, ofendime, fyerje, gjuhë jashtë etikës nuk krijon asnjë lloj empatie dhe dëshire e njerëzve për t'u përfshirë. Kur ti fillon diskuton me ta, jo vetëm unë, po dhe shumë kolege të mijat, nga gjitha krahët politikë jam e bindur, dhe kuptojnë apo të ndjekin, atëherë jam e bindur edhe në bisedat që kam bërë, kanë dëshirë të përfshihen politikë. Dhe gjë që më ka pëlqyer shumë, meqense më kujtove diasporën, ka shumë të rinj që duan të futen në politikë, të përfshihen në politikë. Dhe tashmë që e kanë terrenin të paktën në partinë tonë, ne jemi parti e hapur. Dhe partinë fakt që për hir të vërtetës, kryetari i partisë, zoti Rama, i ka dhënë jo vetëm një mënyrë dhe një mundësi gjithë grave për të patur këtë përfshirjen politikë për hir të vërtetës, se unë jam një ndër to që janë ftuar nga ai, por edhe duke i dhënë detyrat dhe pozicionet larta, i ka mundësuar që dhe t'i sprovoj në këto detyra, edhe krahasimisht me burrat në pozicione ministrash. Dhe në fakt në këto ditë kur kam biseduar me të rinj, veçanërisht vajza në diasporë, e kanë pasur, dhe unë fakt jam mahnitur sepse nuk e dija që e ndiqnin politikën, se duke qenë të rinj, mbase politika nuk e krijon një lloj sensacioni politika shqiptare. Por kanë pasur dëshirë që të përfshihen dhe besoj që më shumë se sa vetëm thjesht politika e cila ndikon, e përgjithshme, besoj që dhe modelet në politikë janë një element shumë i rëndësishëm. Edhe mënyra se si janë mbështetur vajzat dhe gratë që janë aktualisht pjesë e partisë, se si ato kanë ecur, ky është një rrugtim edhe për gratë dhe vajzat tjera ose të rinj të tjerë të cilët duan të futen në politikë. Patjetër, përfshirja. Me që jemi te strukturat, edhe te pjesa e organizimit. Kemi këto 4 rrafët, këtu nuk janë për të bukurim. Janë pyetje që ne i quajmë pyetje sfiduese. Mund të zgjedhësh njërin prej tyre edhe ta lexojmë bashkë. Ja po zgjedh këtë. Cilët ka qenë njeriu që të ka penguar më shumë në karrierën politike, po ndihmuar? Ndihmuar e tham. Ndihmuar po në fakt. Një gjë që do ta thosha për kryetarin tonë partisë, kryeministrin, është që jo vetëm ka ndihmuar, por gjëja që mua më ka habitur në fakt për hir vërtetës, duke mos e njohur politikën, ishte besimi që kishte. Dhe kur një person, të paktën unë në karakterin tim, të jep besim, të rrit përgjegjshmërinë dhe përgjegjësinë dyfish të asaj çfarë ti bën. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive dhe unë tentoj që edhe me ekipet që punoj, t'u jap besim, sepse kuptoj që besimi është një gjë që të përkthen dyfish në rezultat dhe në rendiment. I dëgjon kryeministri gratë? Më shumë se sa burrat, se është gjithmonë kjo që kur je brenda të dëgjon. Absolutisht, dhe them që dëgjon mbase më shumë gratë se sa burrat. Kjo është e sigurt. Sekret, e më këtu në podcast. Nuk e shemi. Ndërkohë, për njerëzit që kanë penguar më shumë karrierë politike, unë i ndaj njerëzit në njerëz që tentojnë të bëjnë jo mirë, se s'dua të përdor fjalën keq,
dhe në njerëz të cilët të pengojnë. Njerëzit që tentojnë të bëjnë jo mirë, ka shumë. Jo vetëm politik, por në çdo fushë. Edhe në gazetari, Aurora ka 100 bryla, jam e bindur. Ashtu si e Lira tek pjesa e shoqërisë civile, imagjinoni në çdo sektor. Por shpeshherë unë besoj tek fakti që pavarësisht se dikush tenton të bëjë jo mirë, duaj që t'jem shumë e drejtë edhe nuk dua t'i bie në hak askujt dhe them okay, nëse dikush më ka bërë jo mirë apo më ka penguar në jetën time, atëherë është një gjë që e bindur që universi do t'i përgjigjë në një farë mënyrë apo tjetër. Kështu që nuk merrem me personat që në fakt më bëjnë jo mirë. Ndërsa tek njerëzit që pengojnë, unë besoj që nuk ka njerëz që pengojnë. Pavarësisht tentativave që mund të kenë. Secili nga ne ka një rrugtim të përcaktuar edhe në politikë edhe në çdo aspekt profesional. Dhe në një gjë secili ka vijën e vet, duke pasur vijën e vet, sado mundet të tetoj dikush, veçanërisht në politikë, ti ke vijën tënde, ke ciklin tënd, të cilin e përmbush apo jo është në dorën e gjithë secilit nga ne. Dhe unë qëllimin tim të vetëm është që të paktën në këto vite që unë jam apo do jem në politikë, të arrit të përmbush atë çfarë unë do doja që në karrierën e një njeriu, si në aspektin profesional, por dhe në atë politik, të ketë realizuar atë kurin e vogël për ta vendosur në atë murin e madh. Jemi para zgjedhjeve. 11 maj, të gjithë shkojmë te kutitë e votimit. Në këndvështrimin tënd, cilat janë problemet kryesore që ka sot Shqipëria? Ja shumë, nuk mund të them që s'ka probleme. Patjetër një ndër sfidat kryesore që unë besoj janë që ne të arrijmë në të gjitha sektorët standardet e një vendi Bashkimit Evropian. Ku përfshihet shteti së drejtës, përfshihet ekonomia, përfshihet infrastruktura, përfshihet pjesa e asaj që quhet tregu i brendshëm, konkurrueshmëria, gjithë funksionaliteti i një shteti. Dhe të arrish standardet atje, padyshim është një sfidë në vete. Dhe për mua janë të gjitha sfidat të cilat ne, edhe për shkak procesit të integrimit evropian, na janë diktuar apo edhe i kemi zgjedhur që t'i kemi paralelisht. Por duke patur një synim që nuk është utopik, që Shqipëria të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian në 2030-ën dhe të përfundojë negociatat në 2027-ën, është një ndër sfidat kryesore që qeverisja i ka dhe do t'i ketë. Nëse futemi në pak më në mikro, por jo në mikro për atë pjesën e konsiderimit në mënyrë transversale, është lufta kundër korrupsionit. Dhe kjo është arsye në fakt që edhe në këtë iniciativë gati 1 vjeçare tashmë të majorancës për të ngritur një komision posaçëm në thellimin e reformave që ndihmon nga një anë procesin e integrimit evropian dhe për të realizuar sa më shpejt ato që ne i kemi detyrimin, por nga ana tjetër edhe për t'i dhënë shqiptarëve, qytetarëve shqiptarë ato që konsiderohen rezultate konkrete në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit, është një ndër sfidat të cilat në fakt besoj që adreson një ndër problematikat më të rëndësishme që është pjesë e shtetit të së drejtës. E dyta, në mikro, unë do thoja që është kthimi i të rinjve nga diaspora. Dhe kur them të rinjve është sepse kanë kapacitete, janë të mirë shkolluar, mbulojnë fusha të ndryshme. Nëse brezi më parshëm, të paktën dhe në këtë xhiro që unë bëra në diasporë në këto 2 muaj, mund të kenë gjetur veten në për investime të vogla si linja restorantesh, ndërtimi apo në një gjë tjetër, të rinjt sot atje janë komplet të integruar njësoj si shtetasit e huaj. Dhe besoj që kjo është një sfidë e madhe që ne kemi për të kthyer të rinjt në Shqipëri dhe për të kontribuar. Dhe besoj që e treta
ka të bëjë me atë që ndryshon shumë avash, që ka të bëjë me base në mentalitetin, me kulturën. Ne do duhet të fillojmë dhe të vazhdojmë në fakt përpjekjet se kemi filluar, po të vazhdojmë përpjekjet shumë intensivisht për të ndërtuar një shoqëri që fillon nga politika, fillon nga ne, fillon nga unë, shumë të më me integritet, po nga ana tjetër edhe një shoqëri e cila respekton edhe mendimin, edhe karakteret të ndryshme dhe që t'jetë brenda asaj që konsiderohet gjuha në të folurit me etik, sepse s'dua të përdor fjalë tjera, por që të krijoj në fakt një shoqëri shumë më të mirë, që e shikoj që tek brezat e rinj e kanë edhe atë pjesën e empatisë, ndonjëherë na duken si indiferent, por në fakt janë shumë empatik. Shumë. Por ti shikon një kulturë dhe një edukatë ndryshe nga brezat tanë. Dhe shpresoj shumë që kjo të jetë një pasqyrë të gjithë shoqërisë, për të patur një shoqëri më të paqët, po nga ana tjetër edhe të ndërtuar mbi shtyllat e asaj që është integriteti. Ti Lexonaj, biseda ishte shumë interesante, kaloi shumë shpejt. Të falenderojmë shumë për kohën, e dim që koha është një aset shumë i çmuar, veçanërisht në këtë kohë fushata. Të falenderojmë shumë për të gjitha mesazhet dhe mbi të gjitha për mesazhin me cilin ti e mbylle, që shoqëria jon ka nevojë të investojë shumë më tepër tek vlerat si integriteti, jo vetëm politik, por në përgjithësi, edhe tek pjesa e komunikimit në mënyrën e duhur dhe të njohim njëri tjetrin edhe të ecim bashkë secili në rrugtimin e vet. Shumë kënaqësi e Tilda edhe për energjinë që solle këtu, po mbi gjitha për modelin e një gruaje dhe një vajze të paqë, me integritet, që beson në kauza dhe i lufton me elegancë, me forcën e fjalës, të argumentit, për figura të tilla kemi shumë nevojë. Ju falenderoj të dyjave edhe për fjalët e mira që në fakt ndihem kështu e përkëdhelur në një formë, por edhe për faktin që unë zhvillova apo u intervistova nga dy gra si ju, nga Etlira që e njoh herët edhe një grua shumë e fortë. Dhe nga Aurora, me gjithë atë pjesën tënde të vështirë në fakt në fushën e ekonomisë, por që jep një tjetër edhe kulturë dhe informim gjithë Të falenderoj. Gjithë qytetarëve. Shumë faleminderit. Kjo ishte edhe biseda jonë për sot në podcastin Vox Politics. Një politik e diskutuar ndryshe, me kauzat arritura, me kauzat cilat ndiqen nga vajzat dhe gratë politik, hap pas hapi, me sakrificat shumëta, por edhe me arritjet shumëta. Faleminderit që na ndoqët, faleminderit Aurora Sulqa. Ja unë Etlira Çepani, shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.